Ky 7 mars e gjeti kryeministrin e Shqipërisë Edi Rama dhe ministrin e Arsimit Lindita Nikolla pranë mësuesve të Korçës, në godinën e themeluar 130 vjet më parë, si rezultat i përpjekjeve të shqiptarëve në AD dhe në diasporë. Por për kreun e ekzekutivit, mundi dhe jeta që ata i kushtuan mësonjtore së parë shqipe, ende nuk është përblyer. Shqipëria, sipas tij, është ende siç moti përballë shëmtimit të gjykatave. Është sfida e fëmijëve tanë, të cilën duhet ta fitojmë ne për ta sot. Janë në vitet e rinisë tyre, jo në një Shqipëri si gjithë Europa, nëse i hedhim vështrimin dyreve të gjykatave të shëmtisë. Po në Shqipëri, si qëmoti, si vëndi i Sabri Qytezës dhe i kohës mësonjtores, kur gjykatat e shëmtisë e bënin ligjin sipas Haraçit dhe sipas Kërbaçit. Kjo nuk ka më mundësi të rinë këmbë. Kjo nuk rri dot më në këmbë. Këtë nuk e mban dot në këmbë më asgjë. Kryeministri falenderoi mësuesit në dedikimin e tyre në përçimin e dijes, ndërsa ka falenderuar edhe ministrin Nikolla, të cilën e cilësoi si shembull për të gjithë mësuesit. Përmes urimit për Linditën, që si ministre e Arsimit po provon që një mësuese e mirë mund të bëj për arsimin atë që një duzin burrash me tituj dhe gradat larta nuk e bën dot në 20 e kusur vite, uroj edhe të gjitha mësuesit dhe pastaj patjetër edhe mësuesit e Shqipërisë. Ky është dhe muaji i parë që shënon edhe rritjen e rrogës suaj, por e vetëdijshme se ne duhet bëjmë edhe më shumë për të mbështetur punën dhe pasionin e çdo mësuesi i Shqipërisë, kudo ku ai punon, në çdo shkollë të Shqipërisë, në fshat apo në qytet. Në këtë aktivitet, Rama zbuloi personin i cili e ndihmon me informacione në rubrikën e tij Amarkord në Facebook, drejtorin e mësonjtores, të cilit i dorëzoi medaljen e mirënjohjes së kryeministrit për Muzeun e Mësonjtores.